Sot u shuaj kona e humorit, presidenti Begaj mesazh ngushëllimi për ndarjen nga jeta të Zevdedës. Presidenti i vendit Bajram Begaj ka shprehur ngushëllimet e tij për ikjen e Zevdedës. Aktori i humorit mbylli syt për gjithmonë në moshën 73 vjeç pas një sëmundje të rëndë. Presidenti Begaj ka shprehur ngushëllimet e tij dhe shkruan se sot u nda nga jeta mjeshtri i pazëvendësueshëm shkodran i humorit. Sot u shua ikona e humorit mjeshtri i madh Zevdeda, lajmi për ndarjen e tij nga jeta prek çdo shqiptar që ka shijuar humorin dhe artin e mjeshtrit të pazëvendësueshëm shkodran. Lam të mirë njeriut që solli gëzim në shtëpitë e shqiptarëve edhe në momentet e vështira, shkruan presidenti. Edhe figura të tjera të politikës kanë reaguar dhe kanë shprehur ngushëllimet e tyre për ndarjen nga jeta të ikonës shkodrane të humorit.